Të gjithë po përgatiten për luftë, deklaroi presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili dha alarmin për vendin e tij duke u ankuar se Kosova, sipas tij, po përpiqet ta përdorë këtë kohë përpara konfliktit për të bindur shumicën e vendeve europiane dhe ato të NATO-s që të mbajnë anën e Prishtinës. Këto komente kreu i shtetit serb i bëri pasi u pyet nga një gazetar lidhur me apelin e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani që Europa të parandalojë taktikat agresive dhe destabilizuese të Serbisë ndaj vendeve të saj fqinj. Vučić, i cili mori pjesë të samitin e Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagen, tha se bota do të bëhet gjithmonë më e vështirë dhe sa ai mendon se po shkojmë drejt një konflikti të madh. E dim tashmë se do të ketë luftë dhe do të ketë, po ju a them unë, sepse e shoh çfarë po ndodh dhe si po përgatiten të gjithë. Askush nuk po përgatitet për bisedime, ata thjesht po shohin se kush do të jetë në anën e kujt. Janë duke gërmuar llogoret dhe po presin shpërtimin e konfliktit, u shpreh Vučić, i cili shtoi se Serbia do të bëjë çmos që të mos marrë pjesë në një luftë të tillë. Në fillimin e samitit në Danimark të njëjtën, Osmani pati pohuar për gazetarët se Rusia paraqet kërcënim për Europën, ndërsa Serbia për rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke akuzuar Beogradin se kopjon veprimet e Moskës. Ajo i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të mos e shpërblejë Serbinë.